Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtë me lajmet e orës 16. Përshëndetje. Për Brukselin zyrtar, integrimi europian i Shqipërisë në 2030 është i mundur. Nga Tirana, zëvendës presidentja e Komisionit Evropian, Kaja Kallas, deklaroi: 2030, a është pra një objektiv realist? Po, është, në rast se ne të gjithë do të nërmarim hapat e duhura gjatë rrugës, pra Shqipëria me reformat e saj, po jo vetëm reformat që duhen miratuar, por edhe këto reformat të miratuara që duhet të vijnë në zbatim. Dhe këtu sundimi i ligjit është skajshmërisht i rëndësishëm, pasi sundimi i ligjit shtetit së drejtës është një nga themelet e Bashkimit Evropian, por është edhe themeli begatisë së një vendi. Në konferencën për shtyp me Kallasin, kryeministri Rama tha se prekën dhe çështjen e bashkëpunimit strategjik në fushën e sigurisë. Më herët në rrjetet sociale, Rama u shpreh se nëse antarësimi europian do të ishte utopi, nuk do na thotë vetë BE-ja të mbyllim negociatat brenda 2027-s. Na kanë dhënë një datë, na kanë dhënë një afat, gjë që nuk e bëjnë zakonisht. Të thuash që ne nuk humbasim gjë nga futja në Europë, do të thotë mos kuptosh fare se çdo të thotë futja në Europë. Po them unë se çfarë humbasim ne. Ne humbasim mbi 1 miliard euro në vit. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha për takimin Rama Kallas u shpreh: Edi Rama u përpoq ta asocioj mashtrimin e tij me praninë e përfaqësuesës lartë politikës jashtë për të Bashkimit Evropian, po ajo mbajti vendin e vet dhe qëndrimin e vet. Me një fjalë, u thash shqiptarëve, unë nuk kam punë me ato që thotë ky. Atë janë ambicet e tij. Atë mashtrimet e tij me fjalë tjera, po s'mund thoshte mashtrime se kishën krah. Gjatë vizitës në Tiranë të kryediplomates europiane, Kallas u nënshkrua një marrëveshje në vlerë 90 milion euro për financimin e projektit strategjik të hekurudhës Durrës-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8. Ky segment cilësohet arterje kyçe që do të lidh Shqipërinë me rrjetin evropian të transportit. Me ekipin e Shqipëria bëhet, Adriatik Lapa ishte në Grabian të Lushnjës për një bashkëbisedim me banore fermer në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Sipas Lapajt, nëse vijohet me të njëjtën klasë politike, 12 maj do të jetë ditë shumë e keqe, duke parashikuar se 500.000 shqiptar do të ikin nga vendi. Ajo që na duhet ne është ta ndërtojmë Shqipërinë moderne këtu, Shqipërinë europiane këtu, Shqipërinë me 24 orë ujë këtu, Shqipërinë me të drejta këtu, Shqipërinë me garë këtu, Shqipërinë me subvencione këtu, Shqipërinë me të rinj këtu, Shqipërinë me pensionistë marrin pensione dinjitose këtu. Europa do të thotë të ndërtosh Europën këtu në vatrat tona, nuk mjafton një copë letër, sepse ajo letër mundi shërbej zbrazjes përfundimtare të Shqipërisë. Drejtuesi i koalicionit Euro-Atlantik Lulzim Basha ironizoi në serinë e radhës me video virtuale në rrjetin social Facebook, dyshen Rama Berisha për marrëveshje dhe lidhje mes tyre, duke marrë si referencë dhe kandidimin e kushëririt të parë të ish kryebashkiakut socialist Elvis Roshi në Kavaj për listat e PD-s më 11 maj. O Rame, pas ka kërku shoku jot në debat, dil në debat me Rame, ti me bufin e art, a i me bufin e bardh. Shofi njerëzit, qa përgjigje do i kthesh pyetjes, i kujt është Vis Roshi, i joti apo i ati, apo i të dyve bashkë Rame. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në konferencën me kryediplomaten europiane Kallas, kryeministri Rama u pyet edhe për tarifat e vëna nga presidenti Trump e që nuk kanë kursyer as vendin ton. Lidhur me qasjen e Shqipërisë ndaj kësaj politike të re me taksat, u shpreh: Është një qasje shumë e thjeshtë dhe në një farë mënyrë komode për vetë pozicionin ton, për vetë volumin e tregtisë që ne kemi me Shtetet Bashkuara dhe në rast se i referoheni edhe tabelës tarifave të shpallura nga salla ovale, ne nuk kemi arsye të kemi asnjë shqetësim. BBC shtron pyetjen nëse me tarifat e Trumpit bota po shkron drejt një recensioni. Në një analizë shkruan se gjëja e parë që duhet theksuar është ajo që ndodh në bursë nuk është e njëjta gjë me atë që ndodh në ekonomi. Rënja e çmimeve të aksioneve nuk do të thotë gjithmonë mjerim ekonomik, por ndonjëherë e bëjnë. Ajo që tregjet presin në mënyrë të arsyeshme është se rritja e tarifave do të nënkuptojë se kosto do të rriten dhe fitimet do të bien. Kjo nuk do të thotë se një recension është i pashmangshëm, por shanset janë qartësisht shumë më të larta se sa ishin para se Trump të shpallte tarifat më të larta dhe më të gjera në një shekull.
Edhe Turqia u godit nga tarifat amerikane, por po rritet perspektiva që ekonomia e 17 më e madhe në botë të përfitojë nga kjo. Ekspertët vlerësojnë se Ankaraja mund të shfrytëzojë mjedisin e ri të tregtisë globale në avantazhin e saj. Sugjerohet që kompanitë me qendër në vende me tarifa më të larta si Kina mund të kërkojnë të hapin fabrika në Turqi për të eksportuar në SBA me normë më të ulët. Top Albania Radio. Sektori i bujqësisë, sidomos dega e pemtarisë, mori goditje të fortë ditët e fundit për shkak të ngricave në rajonet juglindore dhe veriore. Zbritja e temperaturave nën -5 gradë, shoqëruar me rreshje bore, mësohet se ka dëmtuar rënd pemtorët që shumica e tyre ishin në lulëzim. Specialistë të bujqësisë thanë se kushtet atmosferike kanë bërë dëme të mëdha në frutikulturë. Lajmi nga rajoni. Duke intensifikuar bashkëpunimin me Hungarinë, Aleksandr Vučić dhe Milorad Dodik po shprehin dëshirën për krimin e një aleance apo pakti ushtarak të Serbisë dhe Republikës Srpska me Hungarinë. Zyrtarët hungaresë nuk i kanë komentuar këto qëllimet e Beogradit apo Banja Lukës, që duket se synohet të kundërvihet marrëveshjes Kroaci-Shqipëri-Kosovë. Lajme nga bota. Presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë bisedime të nivelit të lartë të drejtpërdrejta me Iranin dhe se një takim shumë i madh do të mbahet më 12 prill. Kryediplomati iranian konfirmoi një takim më 12 prill, por theksoi se bisedimet do të jenë të tërthorta. Një tjetër javë e mbushur me planifikime ushtarake dhe diplomaci sërish do të nxjerrë në pa përçarjet Amerikë-Europë sa i përket politikës ndaj Ukrainës, me 2 takime kyçe në selinë e NATO-s në Bruksel. Amerika do të mungojë në takimin e parë dhe pritet të mos ketë rol të rëndësishëm as në të dytin, ndërkaq vendet europiane synojnë të ecin përpara me planet e tyre. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikolla. Unë jam Armelda Methasani. Kjo është Top Albania Radio.